Ogerta Manastirliun jemi mësuar gjithmonë ta shohim nën petkun e ministres. Ajo ka drejtuar disa nga ministrit më të rëndësishme të vendit dhe ato që e njohin nga afër shprehen se ajo ka cilësi të mira organizative. Ministren e shohim shpesh në televizion të flas për punën dhe përgjegjësitë e saj, po kur bëhet fjalë për jetën e saj private, ajo është tetë hermetike. Ogerta i përdor rrjetet sociale për të postuar momente nga puna e saj dhe vihet të re se ajo nuk publikon asgjë pothuajse nga jeta familjare. Ogerta është nënë e 2 vajzave dhe për këtë e konsideron veten me shumë fat. Gjithsesi, kurioziteti më i madh për publikun është të di se kush është burri i ministres. Edhe pse nuk e kemi parë në ekran, në qarqet politike, ai njihet pasi prej shumë vitesh i ka kontribuar disa institucioneve. Burri i ministres është Ermal Gjinaj. Ermali karrierën e ka filluar në gazetën Rilindja Demokratike, ku punoi si faqesues i kësaj gazete. Më pas, kur Partia Demokratike ishte në pushtet, ai u emërua si shef kabineti i ministrit Genc Ruli. Por ndonjëherë, dashuria është më e madhe se bindjet politike. Pas lidhjes me Ogertën, ai nuk u pa më pranë strukturave të Partisë Demokratike, por hapi biznesin e tij, një kompani konsulence. Thuhet se dashuria nuk njeh moshë, ngjyrë ose fe, por ne mund të shtojmë se dashuria nuk njeh as përkatësi politike. Një djalë aktiv në Partinë Demokratike u dashurua me një vajzë nga forca e kundërt politike dhe sot jetojnë të lumtur dashurinë e tyre.